Shtypni këto pika dhe do të zgjidhni problemin me dhembjen e shpinës. Fatmirësisht, mjekësia tradicionale në të cilën bie dhe metoda e lashtë kineze e akupunturës mund të ndikojë pikërisht tek këto probleme kronike. Kur është fjala për dhembjet e shpinës, kërdhokullave dhe nyjave, po ju atregojmë disa pika me masazhimin e të cilave mund t'i lehtësoni të lashet, ndërkaq me stimulimin e rregullt madje plotësisht t'i eliminoni dhe shkaktarët e dhimbjes. Pika e parë është GB29 dhe gjendet në bashkimin e komblikut dhe tulit të kofshës. Me stimulimin e saj do të eliminoni dhembjet në kërdhokulla dhe përgjithsisht në nyja. Në kombinim me pikat GB30, të cilat gjenden pak më poshtë dhe prapa në drejtim të vitheve, në pjesën e poshtme të ashtit të komblikut, do të eliminoni dhimbjet në pjesën e poshtme të shpinës, në nyja, kërdhokulla dhe në supe. Pika B54, e cila gjendet pas gjunjve, gjithashtu ndihmon në zbutjen e dhembjeve të kërdhokullave dhe në pjesën e poshtme të shpinës, por ndikon dhe në lirimin e muskujve. Stimuloni këto 3 pika rregullisht dhe me siguri do t'i eliminoni dhembjet e shpinës dhe nyjave.